Selamu alaikum vëllezër dhe motra, unë jam Fidani dhe kjo është Vlizgjimi Channel. Ju prezantojmë seminari Ulçini 2016 të organizuar nga Uniteti Islam me temë Sfidat e muslimanit bashkëkohor. Falënderimi tek Allahut që është bërë koha për me u nis edhe jemi krejt gati. Tani do nisemi dhe do ju njoftojmë për çdo gjë që do përjetoni dhe do mësoni prej aktiviteteve dhe ligjëratave. Bismillah, tani është bë nisja me minibus, disa janë me vetura, disa janë me minibus. Edhe më vjen keq që kam u transferu ajo puna e traktorit, se a dina të folën minibus, jo se ju më konë veturë. Allahumme sayyiban nafian. Jemi në Kosovë duke i shiju bukurit natyrore kena zbrit prej minibusit edhe jemi ndalë. Këtu tani jemi në hyrjet Prizrenit me një fshatin Reçan, është koha e namazit të qindis edhe jena ndalë për me fali qindin. Tani jemi në qytetin e Prizrenit. Tani jemi në MMD, kemi hyrë në Shqipëri, jemi në rrugën e Kombit. Ky apo duket pas është Amiri. Wa aleikum selam wa rahmatullah. Rrugtimi po vazhdon dhe atmosfera gjithashtu. Tani jemi në tunelin e Kalimashit dhe me vëllezrit atmosfera është duke vazhdu. Si mi pas ra Rufeja ai është nxi, lajm i ziu për hapsive tim gjithka, krejt Medineja u dyn për atë padisha, truma erdhën për me vërtetu, atë lajm Ja, erdhëm në vendin në cilin jena nis dhe inshallah Zoti na mundson ta shfrytëzojmë për hajër dhe për të mirë. Amin. Alhamdulillah, arritëm në vendin, ora është 11:33 minuta pas darke dhe arritëm në vendin në të cilin edhe jemi nis. Alhamdulillah. Pas mbritjes kjo është darka e parë cilën do ta hajmë, për më shumë do të njoftonin vazhdim.